Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin ton të ri në YouTube. Unë jam Armela. Unë jam Solia. Unë jam Esidi. Ky është kanali jonë më i ri në YouTube dhe këtu do të ndiqni aventura, momente gazmore nga jeta jonë e përditshme, sfida, gatime dhe sot ne do të hapim këtë kanal me një video e cila është, siç e keni kuptuar edhe nga titulli poshtë në video, ne provojmë sot snack gjerman dhe do të japim vlerësimin e tyre, po ose jo. Të vazhdojmë së bashku. Atëherë marrim snackun e parë. Okej. Unë do... Jo, bëjmë së. Atëherë, mund të shikojmë pak, të ja tregojmë të gjithëve se çfarë është snacku i parë. Solia të tregojmë pak snackun e parë. Atëherë, kjo është një patetinë, është me shije karamel, është e ëmbël edhe e kripur në të njëjtën kohë edhe me kikirik. Edhe tani le ta provojmë dhe të ndajmë mendimet tona rreth kësaj patetine. Solia e para, tregoje se si duket? Çfarë shije ka Solia? Duket kështu, është si ato patetinat Është super e mirë. kështu. Jo chips, po ato të tjera. Tani le ta provojmë. Ta provoj unë. E shishme. Me kikirik. Tani ajo thot, Edhe unë shumë me këkërik. që është dhe ëmbël dhe e kripur, por mendoj që është shumë mirë e kombinuar. Mendoj që është shumë mirë e kombinuar shijet e ëmbëlës me të kripës, të kripurës. Por një gjithë qëtër, okej? Po. Tani, ç'a mendimi ke ti Solia për këtë patetinë tani? Çfarë Është e mirë, shumë e mirë apo e keqe? E mirë. E mirë. Tani do bëjmë e mirë. Po. Qëtër. Tani, po, do të provojmë të gjitha se çfarë kemi marrë. Atëherë, unë këtë patetinë nga 1 në 10, nuk është e preferuara ime. Nuk e kam provuar ndonjëherë, është hera e parë, do ta vlerësoj me notën 8. Është mesatarisht e mirë, lezetshme. Kush e don në Gjermani mund ta provoj, është e lezetshme. Ne jemi munduar që sot të zgjedhim snacket që janë më tipik, ose ato që mendojmë ne se janë më tipik të Gjermanisë, domethënë. Ose që pak a shumë base nuk janë në Shqipëri, ose që janë në Shqipëri dhe të bëjmë një krahasim me ato që ne kemi provuar atje dhe me këto që janë këtu. Po gjithsesi, na shkruani në koment këto snacket që do provojmë ne sot, gjenden apo jo nëpër supermarketet në Shqipëri. Po, edhe në fund do të paraqes edhe çmimin e të gjitha patetinave. Për shembull, kjo patetina e tillë ka kushtuar, se kanë kjo donuts. Kjo ka kushtuar 2 euro, 1.99 cent dhe 2 euro një patetinë e tillë. Okej, të vazhdojmë tani me snackun e dytë, cili mendon ti Solia? Po. Okej. Kjo është tipike fare. Është fare mirë. Okej, le ta hapim. Okej, perfekt. Do të provojmë super mirë, super kek me krip. Po, do ta provojmë. Atëherë si quhen këto Solia? Ti mund ta marrësh e para. Bretzel small. Pretzel small. Ose mini pretzel, mund të themi. Po. Këto janë si... Mund ta marrësh, ta tregosh. Super mirë. Shumë e shishme, unë si kjo po të kem gjithë pakun e mbaroj për shumë shpejt Edhe unë. nga që më pëlqejnë shumë këto mini brecele. Po ti Solia? Edhe mua më pëlqen këto mini brecele. Okej. Sa ka kushtuar? Unë do të jap opinionin tim rreth kësaj. Kjo është siç i bukur me krip që kanë qenë diku në Shqipëri, por vetëm se këto, për mendimin tim, kanë pak më shumë krip se ç'duhet, edhe janë pak të thata kur i ha, ke nevojë direkt domethënë të pish ujë. Por që shija është e lezetshme, është e këndshme. Edhe ta shikojmë edhe sa ka kushtuar.
e tillë snack. Këto të gjitha janë blerë në një supermarket në Kaufland, këtu në Gjermani, kush jeton këtu e di se ku. Kjo ka kushtuar 99 cent. 1 euro. Po. Tani të provojmë snackun e tretë. Jemi akoma të kripur. Po, që ne kemi Basta, zgjedhur. hajde provojmë këto Tëndet. emblet. Bravo. Ty të ka pëlqyer këto që kemi zgjedhur deri tani? Se, Do të provojmë këtë. Po, hajde, në këtë të para të ka pëlqyer? jo, Jo? Jo. Po ti the janë të mira ato. jo të tjetër. A të tjetra. Okej. Të hapim këtë tani. Ndërma hapim. And CD. In CD. Kjo është një paketinë e veçantë, domethënë Armela e di më mirë se si është Po, prodhuar kjo nuk është thjesht një Duket nga paketimi që është pak i trash letrat. po, kjo është në fakt kjo është prodhim, kjo është nga Danimarka, snack, nga Danimarka, po që në Gjermani shitet shumë, domethënë përdoret shumë, nuk e di. Është si paketinë e zjerë mos gaboj, si Po, përgatitur kjo me është e avull. gatuar në jo tradicionale në furr, diçka në tenxhere. Është shumë interesante, ta provoj. Edhe unë kam zgjedhur që kjo të jetë në fakt me pak djegse, sepse dua të shikoj këtu edhe reagimin e Soleas. Babi, ti hapë që Solea kjo është me? PPP. Me PPP. Me djegs, me spec djegës. Solea, PPP i thot piperi, domethënë. Okej, Solea, mund ta provosh e para. Është shumë me PPP apo pak? Që, Ja, nuk të pëlqeu kjo. Pipa kuj? Provoj ti? S'ka gjë. Ta provoj unë. Është shumë pikante? Është pak pikante, në fund e ndjen pikante, mami mos ha me sepse në fund mund të djegi pak, por që chipsi nuk është si ato chipsa tradicional, që jemi mësuar se që është Lay's, që janë të shumë të yndyrosur ose patetinat e tjera chips. Bela dhe të shakaku nuk është mirë. Është super mirë. Është shija e chipsit është pak ndryshe dhe për mua është shumë e mirë, domethënë është shumë e lezetshme dhe unë kësaj do Nuk t'i ka jepja. që Bela, le të shaka juve. Është mirë. Unë do t'i jepja notën 10, e preferoj shumë këtë, më pëlqen shumë nga Edhe gjithë mua. chipsat që ekzistojnë këtu, kjo Edhe është mua. shumë e mirë. Për mua duke qenë se herë pas here më pëlqejnë pikantet. Kjo është zgjedhja e duhur për snack pikant për pjesën e patatinave. Mund ta merrni këtë në supermarket në Gjermani, te Kauflandi që e kemi marrë. Po vetëm në Kaufland, se në tjera Mua me nuk e pëlqen marrë. shumë, po më fal ku nuk është mirë. Edhe unë e votoj me 10. Solea si mendon e mirë, shumë e mirë apo e keqe, se ti E mirë. je e vogël edhe me numrat Mirë. e mirë. Shumë e mirë. Okej. Tani do kalojmë tek chipsi i fundit. Kemi edhe një chips Solea, e kemi këtu mami. Kjo tregoje pak në video se çfarë. Kjo është super e mirë, unë e ka pengu edhe kështu pëlqen. Kështu. Solea po thotë që e ka provuar. Kjo është me qep edhe me salcë. Te ma pëlqen më shumë, ta provojmë një herë? Po, do ta provojmë. Është si formati i Pringles, por është një firmë tjetër. Edhe ta provojmë se çfarë shije ka. Ta babi? Unë hapë. Okej. Je stronga be. Tani e hapë. Okej. Provoj ti e para Solea dhe na thuaj çfarë shije do të ketë kjo. Do të hapë që. Të borojmë këtë.
Super mirë. Qa është me Me rigon çfarë apo? shihesh? Me rigon apo me speca apo Me qep? me qep me salcë? Me qep edhe me salcë. Të pëlqen ty? Mhm. Tani për ty është e mirë, shumë e mirë apo e keqe? Ta provoj E edhe unë? mirë. Qa note jep ti kësaj mami nga 1 në 10? Me qa note e vlerëson ti për shembull? 10 ose 5? 5. 5? Okej. Mund ta Unë- provoj edhe unë pak? Unë jap 7. Unë jam 4. 4. Okej. Mua përgjithsisht gjitha këto patatinat me këto lloj pagetimi nuk pëlqejnë. Kalor edhe një. Kështu që nuk është e preferuar e mia. Tani shija ndjehet, shija e salsës dhe e qepës, ndjehet goxha, edhe e kripës, ka shije, por që nuk është ndër të mia të preferuara gjithashtu, do t'i jepja një notë 6. Ka shije, është e lezetshme, por nuk është ndër të mirat që mund të provojmë si chips. Kështu që për mua një 6 kjo lloj. Mua një 4 nga kjo. 4? 4. Si unë. Si për ty. Tani nga këto patatinat, nga këto snekët e kripër që morën, kush është e preferuar ajo? Mua ma pëlqen këtë me pepper. Kjo këtu domethënë. Kjo të pëlqeu. Pa. Edhe pse ishte djegse, të pëlqeu më shumë kjo. Po për më pëlqen. Bera dhe të shaka kështë e mirë. Ah, okay. Tani do kalojmë tek snekët e ëmbël. Okej. Tani, kjo do hapim nga këto Solea? Këtë. Okej, tregoje pak të lutem te kamera se çfarë është kjo? Afroje? Proja afër? Okej. Okej, tani të hapim. Unë jam me do para. Ti je më përpara gjithmonë. Po kjo është pak e vështirë për të hapur. Tani të shikojmë që shije kanë edhe këto. Këto janë... Tregoje te kamera mame se si duket? Po fal. Duken kështu. Edhe në foto thotë që këto janë brenda kalajthi të mbushura me karamel edhe me krem Nutella. po, çokolate. Me krem karamel. Po, krem karamel me lajthi edhe me çokolate. Ta hap babi? Tani, unë harrova të thoja çmimin e patatinës që sa po konsumuam më përpara, sa po provuam më përpara. Edhe kjo ishte... Pse hap babi? Staples ka kushtuar €1.49. Kjo patatina ka kushtuar €1.49. Ndërsa kjo ëmbëlsira që po hapim tani, Tofis, kjo ka kushtuar gjithashtu €1.49. Okej, Solea, ti e para mund të provosh. Ty pëlqen me lajthi, Solea? Po. Se mua më pëlqen, janë preferuarat e mia. Prej të lutem. Kurdo? Po, deri. Mua e mirë. E mirë? Është mirë, Solea i adhuron ëmbëlsira, i ka shumë qef, kështu që pa dyshim mendoj se është shumë e mirë. Vjen erë krem karamel, Ka edhe lajthi? Shumë e mirë. Unë i jap 9. Mua shumë. Shumë? Do me thënë 10? Po. Okej. unë nuk e kam qef ëmbëlsirat. Kjo Nuk është shumë e ëmbël, është mjaftueshëm, lezetshme. Notën 7. Kremi karamel është pak si fort, nuk është shumë i butë i shishëm, kështu që 7 për mendimin tim. 7. Do provojmë tjetrën. Okej, do provojmë një ëmbëlsirë tjetër që kemi zgjedhur. Kjo do provojmë nga këto Solea.
Dua të bëj qikoj, okay? Okej. Vazhdoj me ëmbëlsirën tjetër, me snekun tjetër të ëmbël. Vazhdoj me ëmbëlsirën tjetër, me snekun tjetër të ëmbël. Okej, Soleja zgjodhi të provojmë këtë. Këto janë Si pun Haribo. Po, si Haribo, domethënë. Por kjo është me shije molle. Unë hap. Dhe është, domethënë, Që fillojmë Provoj Soleja. shumë mirë. Një për mua, një për mami. atëherë kjo sneku i radhës Ma e ka vino? kushtuar €1.09. Ku është? Me moll? Mama. Po, të provoj dhe mami një. Kështu duket, në formë i nazë. Oh my god. Shumë e shish. Wow, e mirë. E mirë apo shumë e mirë Soleja? Shumë e mirë. Unë jap një 7. Unë jap prap shumë. Po ti? 10. 10. Soleja je 10, jo. Për mua një 6. Më shumë. Nisë shumë. Më shumë. Kështu. Në fillim vjen pak si e rrafët. Po, është shija e mollës. Po mua nuk është të thatet. Pastaj vjen me ëmbël. Mua Është e jo. lezetshme. Por nuk janë shumë të mira, domethënë. Të shëndetshme. Të shëndetshme jo që nuk duhet i ham, por që janë të lezetshme. Një 6 për mua dhe ka kushtuar thash €1.09. Okej, Provojmë tjetrën. provojmë snekun tjetër Soleja. Të do zgjedhësh, kemi edhe 2 të fundit. Unë dua këtë më të fora. Okej, do provojmë këtë. Kjo është një biskot waffle, 2 biskota të bashkuara bashkë me krem, Ka problem. çokolate edhe me milk dhe me qumësht edhe me çokoladë të bashkuar bashkë. Tani do ta shikojmë se ç'është jeta. Ka babi? Unë hap. Jo, nuk është me gëshërë. Unë hap. Po kjo sa ka kushtuar? Atë po shikoj, kjo ka kushtuar Kjo ka kushtuar €1.79. €1.79. Janë shumë e pakët vogla. Janë shumë? Janë e pakët vogla. Po. Tani ta Jo, shikojmë nuk si është është. nevoja, hapim këtë mami se Jo, kjo ka... unë hap. Okej. Ta shikojmë si është brenda tani. Nuk ka problem. Të ndihmoj mami? Jo. Okej. Okej, faleminderit. Hap. Tani ta hapim. Se janë 2 copë domethënë, Po, Janë dy të kështu? tilla. me çokoladë, formë zemre, Zemre. edhe këtë është kështu. Tani ta provojmë çfarë shije ka. Po kjo që nga si ato biskotat, jo biskot, tamam, po... Mund të shikoni ka dhe një mbushje këtu. Dhe Mua më pëlqen për vete. Unë jap edhe mua. 10 kësaj. Unë shumë prap. Shumë? Prap. Super. Është e lezetshme. Ka një shije si ato biskotat që kanë qenë dikur Ku në Shqipëri? në Shqipëri, ato me një letër kuqe, kështu nuk e di. Se mbaj më të emrin, po Që ishin 2
që ishin me Na ndihmon, na kujtoni emrin e biskotës që po thot Armela, se është me të vërtetë është një shije që të sjell edhe fëmirin në kujtime. Po emrin s'po e gjejmë dot, na shkruani në komente. Si ato, kjo nuk është biskota mam, është e ke parasysh ato biskotat, ato si thoshin wafel, jo wafel. Jo wafel, jo. Po si i themi ne në shqip domethënë këtyre. Se mbaj mend, po shija të risjell në. Kjo është e asaj. Okej, ju që na dëgjoni, na e kujtoni me komente se ndoshta e kuptoni për çfarë e kemi fjalën ne domethënë. Po. Po që të kujton pak fëmirin, të kujton. Për mua shumë e mirë jap 10. Më shumë. Ti shumë. Okej, kemi edhe të fundit. Jo, ma mos e ha të dyja ato. Jo të dyja. Kjo e fundit është. Është kështu? Është kështu? Kështu e ka figurën. Është si me kokriza, edhe me krem të bardhë duhet jetë. Jo, është me çokoladë. Me çokoladë. Ta hapim shpejt dhe ta provojmë. Do ta haj. Fritë. Kjo ka kushtuar. Sa ka kushtuar kjo? Kjo ka kushtuar 2,69 €. Edhe kjo është ndër snekët tipik që konsumohet këtu në Gjermani. Tani kemi edhe snekun e fundit të ëmbël apo jo? Ka një aromë shumë të mirë. Ta provojmë. Solea? Shumë e mirë. Duket kështu? Më pëlqen. Realisht që nuk e kisha provuar asnjëherë më përpara, sepse siç thash unë nuk i preferoja mysyrat, por që kjo që nga me të vërtet shumë e lezetshme, shumë e mirë, edhe ka këto kokrizat janë si ato pufis, ato Jo. Si luna. kokrizat Si orizi. çokoladë luna, ç'prit do thosh? Jo, Jo. jo tamam si ato kokrizat, ty nuk të pëlqen. Ç'a notë jep ti? Është e mirë, shumë e mirë apo e keq? Okej. Oh. Unë do jep një. Unë do të jap 10, më pëlqen. Aje. Unë do të jap, Shumë e lezetshme. unë do të jap një Unë do ta Një jep. nëntë. Unë do të jep këtë shumë. Kjo Okej. fiton për ty. Okej, të dashur miq, këto ishin gjitha snekët që ne pije. kishim marrë për të provuar sot. Të pije. Menduam të bënim këtë video të thjesht, familjare. Kemi pije moj. Kemi Harrova, Solea si gjithmonë të kujton gjithçka. Okej. Do hapim pije tani. Bëni së me herë. Mbyllni sy tani. Unë kam marrë. Tani e ka radhën Solea. Dua të bëj qefta. Po. Tani çfarë pije kemi marrë për babin, për mamin, për Solean? Tani duke qenë se Solea nuk konsumon, nuk ka pirë asnjëherë pije me gaz. Prit. Unë bëj se prit. Mbyllni syt juve. Jo, unë. Ha mbyllni syt edhe zgjidha. Unë mora dhe. Okej, Solea po provon, ndërsa për veten time dhe për Ensit, un kam zgjedhur 2 pije të tilla që janë një përzierje e kolës dhe Mua me pëlqen shumë. Solea si pëlqen pija që kam zgjedhur. Kjo është me dardhë edhe me moll. Mua me pëlqen shumë. Çfarë shije ndjen ti babit e goja jote? Kështu dardh dhe të mollë. Edhe Vetëm mo. moll. Solea ka shumë qef lengun e mollës. Edhe që me preferon. mandarinë. Edhe me mandarinë, okej. Ndërsa Që këshin një kokër të bukur me mandarinë. Më shpun se bashkohet heq kokën. Edhe bashkojmë bashkë. Shumë shumë. Ndërsa kjo është pije tipike gjermane, bashkimi Coca-Colës me Fantën. Është ta provojmë se çfarë shije ka. Kemi këtë. Kjo kanaçe ka emrin Shpeci, që e quajnë. Po e gjenë në emra të ndryshëm, Mezomix ose Zhvap që i thonë këtu. Do më Ta thënë provojmë. shqip është
bashkimi i Coca-Colës me Fanta. Edhe kjo? Më pëlqen shumë faktikisht kjo si pije. Nëse keni mundësi ta provoni këtu në Gjermani, po, nëse në Shqipëri nuk është një e tillë, besoj që jo, më duket deri tani, mund të blini një kola, një Fanta, ta përzini bashkë, ta provoni. Edhe të pija ka kushtuar 85 cent. Ulu Solen? Ka kushtuar 85 cent. Ndërsa pija e Soleas, kjo është My Little Pony, kjo ka kushtuar Hajde këtu për 99 cent. Kjo është Candy Can, nuk e di se qa shije është. Candy Can Bubble, më falni, ka kushtuar 99 cent. Ta provojmë. Habe ti. prej. Qosh. Me Qa gaz. arome ka? Kjo besoj është me gas, nuk e di. Si era çunxhakizat. Babol që kemi Babol, pas. po fix, kopjo si ato. Tani të provoj babi. Po, Të provoj babi. është me gas. Është kopje shija e... Shumë e mirë, shumë e mirë. Fix shija e babolit që kemi Babolit pas në Shqipëri kur në kemi lëng, qenë. po. E mirë, e mirë. Nuk Nuk ka Atëherë, shumë gas, saj në fakt. unë i vendos notën 9, shpejtësit, ndërsa saj po nuk ka shumë gas. I vendos notën 7. Atëherë këto ishin edhe snackët që ne kishim zgjedhur për videon ton të parë, të provojmë snack gjerman. Kemi ndar ndjesitë tona dhe shijet që ne kemi provuar nga këto snack. Çmimi gjithashtu, ju mund të bëni krahasimin me çmimet që janë aty në Shqipëri. Çfarë mendoni, mund ta shkruani poshtë në koment, çfarë dëshironi të shikoni nga videot tona në vazhdim, në videon e radhës, nëse dëshironi, gjithashtu mund të komentoni direkt. Like, share, comment edhe subscribe.